Përfaqësues të arsimin në bashkitë që banojnë kryesisht nga anëtarë të minoritetit etnik grek, të Finikit dhe të Dropullit, kremtuan ditën e shkronjave të gjuhës amtare, si dhe 3 hierarkët të besimit ortodoks. Kremtimi filloi me mesën tradicionale në kryqëzin e fshatit Dervician, me pjesëmarrjen edhe të banorëve të Dropullit. Atë Nikodimos është autori i disa librave historik për minoritetin etnik grek. Bashkë me grupin e xherimit të televizionit publik, e takuam në Livadja, në qendrën e njësisë administrative, ku përfshihet edhe fshati i vendlinjes, Vagalat. Lidhja e 3 hierarkëve me shkronjat greke tashmë është institucionalizuar. I dedikohet një vizioni që pa një episkop atje në lindje, që pas një debati se kush është më i rëndësishëm, Vasili Madh, Krisostom i Artë apo Grigor Theologu, edhe ky vizion, sipas këtij vizioni, i pak i që ngjitesh në qiell të 3 hierarkët në një nivel. Asnjëri as tjetri që më lart ose më poshtë. Dhe kjo tregon se ata ishin të barabartë për nga rëndësia e tyre. Kështu që kisha vendosur në 30 janar të festojnë bashkë, pasi kanë festuar veç e veç. Në Pallatin e Kulturës Dervician organizua një aktivitet kulturor kushtuar shkronjave të gjuhës amtare. Konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, zoti Sokratis Urvinos, përshëndeti të pranishmin në këtë aktivitet. Kjo është një fest greke. Nderojmë shkronjat, arsimin, edukimin, formimin e karakterit, të personalitetit të çdo fëmije, të çdo nxënësi, apo edhe moshat e të rriturve. Kremtojmë dhe nderojmë 3 hierarkët, të cilët jetën dhe aktivitetin e tyre ja përkushtuan frymës krijuese, edukimit dhe arsimit në përgjithësi. Mesazhet e 3 hierarkëve do të jenë përjetësisht aktuale për të gjithë anëtarët e kombit tonë. Pas koncertit të bukur artistik nga nxënësit e Shkollës së Bashkuar Dervician, arsimtarët minoritar organizuan edhe ritin e përvitshëm tradicional, atë të prerjes së pites.